Sindikata e re e Korporatës Energjetike të Kosovës në bashkëpunim me kolektivin feminist, Qendrën Sociale Përpjekja dhe aktivistë të pavarur, në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, kanë organizuar marsh protestues sot në Prishtinë, në protestë të kërkuar rritje e pagave si dhe respektimi të drejtave të punëtorëve. Nexhat Lumnica, kryetari i sindikatës së re të Kekut, u shpreh se si arsye e protestës është edhe inflacioni i kohës së fundit në të gjitha sferat, si dhe kushtet e punës që rrezikojnë dhe sfidojnë jetën e punëtorëve. Jo edhe një që sot jemi me 1 maj, një ditë simbolike që shënohet gjithkund në botë me protesta, kemi vendosur edhe na të bëjmë protestë dhe të thejmë atë mitin e festës e të bëjmë protestë, për arsye se kemi për çka me bë protestë. Ne kemi inflacionin e kohëve të fundit, që është lidhur me çmimin e energjisë elektrike dhe produktet varëse, e që besa punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës punojnë, sfidojnë, rrezikojnë jetë dhe vdesin 1% të stafit si rezultati smundjeve profesionale që ne dyshojmë që i marrin gjatë procesit të punës e pasunohet keq në këtë rast. Një tjetër kërkesë e sindikatës ishte edhe themelimi i gjykatës së punës. Ne shumë herë kemi hasë në keq kuptim edhe me institucionet e Kosovës, edhe me qeverinë e Republikës Kosovës, që thonë që nuk ka nevojë për gjykatën e punës. Kjo është një gënjeshtër për arsye se vetëm Korporata Energjetike e Kosovës ka mira land që punëtori e ka padit për padrejtësitë. Ne kërkojmë me ngon gjykatën e punës. Ata të cilët janë kundër gjykatës e punës janë kundër punëtorit. Dhe ju bëj apel edhe të qeverisë të ardhshme edhe kuvendet e ardhshëm, deputetëve të ri që të bëjnë gjykatën e punës, të aprovojnë këtë drejt për punëtorë, se nëse nuk bëhet kjo gjykatë e punës, atëherë tregojnë qartë që janë kundër interesave të punëtorëve. Sipas sindikalistëve, situata ekonomike dhe kushtet jo të mira të punës kanë qenë shtys për organizimin e protestës së sotme, pikërisht më 1 maj në ditën ndërkombëtare të punëtorit.